E vërteta rreth vetmisë moderne. Vetmia moderne nuk duket si dikur. Sot, njerëzit mund të flasin me qindra njerëz çdo ditë dhe prapë të ndihen plotësisht vetëm. Dhe ndoshta kjo është forma më e heshtur e vetmisë. Sepse vetmia moderne nuk është gjithmonë mungesë njerëzish. Shpesh është mungesë lidhjeje të vërtetë. Mungesë kuptimi. Mungesë afërsie. Mungesë qetësie emocionale. Jetojmë në kohën më të lidhur në histori. Telefoni ynë na lidh me gjithë botën brenda sekondash. Mesazhe, video, story, njoftime, biseda pa fund. Por njëkohësisht gjithnjë e më shumë njerëz ndihen emocionalisht të izoluar. Dhe kjo nuk është thjesht ndjesi. Sipas studimeve të psikologjisë moderne, vetmia kronike ndikon në tru pothuajse si dhimbja fizike. Neuroshkencëtarët kanë zbuluar se izolimi emocional aktivizon zona të ngjashme të trurit me ato që aktivizohen gjatë dhimbjes trupore. Trupi njerëzor nuk është krijuar për shkëputje emocionale afatgjallë. Njeriu është krijesë sociale. Kemi nevojë të ndihemi të parë, të dëgjuar, të kuptuar. Por problemi është se bota moderne po krijon gjithnjë e më shumë kontakt dhe gjithnjë e më pak afërsi. Ka shumë njerëz që flasin gjithë ditën, por nuk ndihen të lidhur me askën. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen bosh edhe kur nuk janë vetëm fizikisht. Vetmia më e rëndë nuk është gjithmonë të jesh vetëm në një dhomë. Ndonjëherë është të ndihesh vetëm pranë njerëzve. Ka diçka të çuditshme tek shoqëria moderne. Të gjithë duken të zënë. Të gjithë duken të shpërqendruar. Vëmendja lëviz vazhdimisht. Asgjë nuk zgjat shumë. Edhe marrëdhëniet janë bërë më të shpejta. Bisedat më sipërfaqësore. Emocionet më të fshehura. Dhe gradualisht njerëzit fillojnë të harrojnë si duket lidhja e vërtet emocionale. Psikologu Erich Fromm shkruante se problemi modern nuk është se njerëzit nuk dinë si të dashurojnë. Problemi është se shumica nuk dinë si të jenë plotësisht të pranishëm. Sepse afërsia reale kërkon kohë. Kërkon vëmendje. Kërkon cenueshmëri. Dhe këto janë bërë gjëra të rralla. Njerëzit sot kanë frikë nga heshtja. Frikë nga ngadalësia. Frikë nga bisedat e thella. Frikë nga emocionet që nuk kontrollohen dot. Prandaj shumë njerëz mbushin jetën me zhurmë. Muzikë, video, scroll, punë, shpërqendrim. Sepse qetësia shpesh nxjerr në sipërfaqe gjëra që njeriu nuk dëshiron t'i ndjejë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk durojnë të qëndrojnë vetëm me mendimet e tyre. Blaise Pascal shkruante se shumica e problemeve njerëzore fillojnë sepse njeriu nuk arrin të qëndrojë qetësisht vetëm në një dhomë. Dhe ndoshta ai kishte të drejtë. Sepse vetmia moderne nuk është vetëm mungesë njerëzish. Është edhe largim nga vetja. Shumë njerëz sot nuk e njohin më veten pa shpërqendrime. Dhe kur njeriu humbet lidhjen me veten, fillon të ndihet bosh edhe mes turmës. Ka edhe diçka tjetër që e bën vetmin moderne kaq të rëndë. Krahasimi. Rrjetet sociale krijojnë iluzionin se të gjithë të tjerët janë më të lumtur, më të lidhur, më të dashur, më të plotë. Por njerëzit zakonisht postojnë momentet më të mira të jetës së tyre. Jo netët e vështira. Jo ankthin. Jo boshllëkun emocional. Dhe gradualisht shumë njerëz fillojnë të ndihen sikur janë të vetmit që ndihen të humbur. Por nuk janë. Vetmia moderne është shumë më e përhapur se sa duket. Psikologët kanë vërejtur se sidomos brezat e rinj po përjetojnë nivele shumë më të larta izolimi emocional. Edhe pse komunikojnë vazhdimisht online, shumë prej tyre raportojnë mungesë lidhjesh të thella reale. Sepse komunikimi nuk është gjithmonë lidhje. Dhe kontakti nuk është gjithmonë afërsi. Një njeri mund të marrë qindra mesazhe dhe prapë të ndihet emocionalisht i padukshëm. Kjo ndodh sepse truri nuk ka nevojë vetëm për stimulim social. Ka nevojë për siguri emocionale. Ka nevojë për njerëz pranë të cilëve nuk duhet të shtiret. Dhe ndoshta kjo është gjëja që mungon më shumë sot. Sinqeriteti emocional. Shumë njerëz kanë mësuar të duken mirë, të duken të fortë, të duken të lumtur, por brenda vetes ndihen të lodhur.
Carl Jung besonte se njeriu modern gradualisht fillon të humbas kontaktin me pjesët më autentike të vetes për t'u përshtatur me botën përreth. Dhe ndonjëherë kjo krijon një ndarje të heshtur brenda njeriu. Një jetë nga jashtë, një tjetër nga brenda. Dhe sa më e madhe bëhet kjo ndarje, aq më i madh bëhet boshllëku emocional. Ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen të vetmuar natën. Sepse natën gjithçka bëhet më e qetë. Dhe në qetësi, njeriu fillon të dëgjojë gjërat që zakonisht i mbyt me zhurmë gjatë ditës. Mendimet, frikërat, mallin, lodhjen emocionale. Dhe ndonjëherë vetmia nuk vjen sepse askush nuk është pranë. Vjen sepse njeriu nuk ndihet vërtet i kuptuar. Friedrich Nietzsche shkruante se forma më e zakonshme e dëshpërimit njerëzor është të mos jesh në gjendje të jesh ai që je vërtet. Dhe ndoshta shumë njerëz sot jetojnë pikërisht kështu. Të rrethuar nga njerëz por emocionalisht të fshehur. Ka një arsye pse bisedat e sinqerta ndihen kaq të rralla sot. Sepse shumica e njerëzve janë mësuar të mbrojnë veten emocionalisht. Kanë frikë të hapen shumë, të tregojnë dobësi, të tregojnë atë që ndjejnë vërtet. Dhe kështu krijohen marrëdhënie sipërfaqësore. Biseda të sigurta, afërsi e kufizuar. Por njeriu nuk ushqehet emocionalisht nga sipërfaqja. Ushqehet nga ndjesia se mund të jetë plotësisht vetvetja pa frikë. Dhe kur kjo mungon për një kohë të gjatë, lind vetmia emocionale. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen më të qetë duke dëgjuar dikë të flasë sinqerisht natën sesa duke kaluar gjithë ditën mes njerëzve. Sepse thellë brenda vetes, shumica nuk kërkojnë perfeksion. Kërkojnë lidhje reale. Kërkojnë qetësi. Kërkojnë të ndihen të kuptuar pa pasur nevojë të shpjegojnë gjithçka. Dhe ndoshta kjo është gjëja më njerëzore nga të gjitha. Të duash të ndihesh i parë. Jo vetëm i vërejtur, i kuptuar. Jo vetëm i dëgjuar, i afërt. Jo vetëm i rrethuar nga njerëz. Ndoshta vetmia moderne nuk do të zhduket thjesht me më shumë komunikim. Ndoshta zhduket kur njerëzit fillojnë të jenë më të pranishëm, më të sinqertë, më njerëzor me njëri tjetrin. Sepse ndonjëherë një bisedë e vërtet vlen më shumë se një mijë ndërveprime sipërfaqësore. Dhe ndoshta kjo është ajo që mungon më shumë sot. Jo njerëzit, por lidhja. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.